Përshëndetje shikues të dashur, jemi sërish së bashku në kuadër të emisionit Konteksti kohor, së bashku me Hoxhën Bleri Musliu në trajtimin e tematikave, problemeve dhe sfidave shoqërore të cilat i kemi ne si shoqëri. Andaj edhe sonte me një tematikë të re, të cila ndoshta tematikë shumë e rëndësishme dhe sfiduese për jetën tonë, cenimi ose çështja e privatësisë. Hoxh, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjej sonte tani, Allah shpërbleft. Hoxh, kur jemi të zhvillimet teknologjike ose inovacioni, privatësia, kthehemi në kontekstin kohor dhe shohim në kohën Muhamedit alayhis salam dhe të Islamit në përgjithësi, shohim që ata e kanë pas një jetë ndoshta më ndryshe se ne, për shkak se ata kanë jetuar me deve, ndoshta me letra të përcjell lajmin. Domethënë nuk kanë pas ndonjë zhvillim teknologjik ose inovacion si e kemi na sot. Pra kjo për neve është sfidë, mirë po, a është Islami, a i përshtatet edhe kësaj kohë, edhe a jep përgjigje edhe kësaj situatë, edhe kësaj sfide cilën e kemi ne. Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falenderojmë, salavatet, selamet tona dërgu Muhammedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Islami është fe e plotësuar nga Allah subhanahu wa taala, cili në fund të misionet e pejgamberit alayhis salam i ka shpall el-yawma akmaltu lakum dinakum, sot u kam plotësuar për juve fen, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe u kam plotësuar begatin time ndaj jush, wa raditu lakum al-islam dinan, dhe jam i kënaqur thot Allahu xhalla shanhu që për njerëzimin u kam ofru dhe u kam plotësuar islamin si fe. Jam i kënaqur që Islami është feja e tër njerëzimit. Dhe kur po flasim për feja e tër njerëzimit, po flasim për atë se Islami është feja për të cilën njerëzit do të japin llogari nga pejgamberi sa e deri në fund të njerëzimit për pranimin ose mos pranimin e saj. Për shkak se shpallët e mëhershme, librat e mëhershëm, pejgamberët e mëhershëm janë dërguar kryesisht tek popujt, tek vendet dhe në kohë të caktuar. Ndërsa shpallja e pejgamberit alayhis salam prej veçorive të saj është se është dërguar të gjithë njerëzit, pra pejgamberi sa për të gjithë njerëzit është i dërguar, dhe Kurani dhe legjislacioni islam është i përgjithshëm për të gjithë njerëzit dhe të gjitha kohrat deri në fundin e saj. Ky element është shumë i rëndësishëm për ta kuptuar pastaj se kjo fe është e përshtatshme dhe i përgjigjet nevojave të individit, shoqërisë dhe shoqërive deri në fundin e ekzistimit të kësaj bote. Përndryshe, në qoftë se feja islame do të ishte e mangët, ose nuk do të jepte përgjigje, nuk do të ofronte alternativa, nuk do të ofronte zgjidhje për problemet e njerëzve të cilat do të dalin aty gjatë rrugës, do t'i binte një lloj padrejtësie dhe një lloj gjykimi nesër para Zotit pa të drejtë, për shkak se nuk e kemi pas modelin, apo nuk e kemi pas zgjidhjen, nuk e kemi pas alternativen, andaj nuk kemi pas mundësi ta pasojmë, sepse na është dashur diçka gjatë rrugës, e cilën nuk e kemi gjetë në Islam. Andaj kjo bie poshtë, për shkak se Islami është për të gjithë kohrat dhe për të gjithë njerëzit deri në fundin e ekzistimit të njerëzit. Andaj edhe Allahu xhalla shanu i thot pejgamberit se arsalnaka kaffatan linnas, të kemi dërguar për krejt njerëzit. Pra të kemi dërguar për krejt njerëzit dhe krejt kohë deri në fundin e njerëzimit. Qëse nisim nga ky parim, i bie që edhe njerëzit që kanë jetuar me deve, edhe njerëzit që vozitin Lamborghini, për të gjithë ekzistojnë udhëzimet se si duhet shfrytëzohen si mjete dhe si duhet të adhurohet Allahu xhalla shanuhu. Edhe për njerëzit që kanë jetuar në shtëpi nga balta, edhe për njerëzit që jetojnë në pallate, ka zgjidhje se si duhet jetohet brenda këtyre. Edhe për njerëzit të cilët nuk kanë poseduar asgjë, edhe për njerëzit që posëdojnë shumë,
ka ardhur Islami dhe i ka tregu se si duhet të jetohet. Si jeton ai i cili nuk posedon asgjë, por si jeton edhe ai miliarderi i cili me sekunda i mat tyrat e tij. Islami është Islami është më madhor. Islami është më i madh se çdo kush që mund të vinë këtë botë. Islami është më i madh se çdo perandori, se çdo shtet, se çdo zhvillim që mund të bëhet, ka sa është fe e Zotit. Është fe e plotësuar, është fe e përkryme, është fe në cilën nuk ka mundësi me gjetë mangësi, është fe në cilën nuk ka mundësi me gjetë defekt, është fe e cila i përgjigjet nevojave të njeriut pavarësisht zhvillimeve të tij dhe pavarësisht përparimeve të tij. Andaj ndryshimet teknologjike, zhvillimet të ndryshme që njeriu i ka psu, padyshim se Islami i nxit dhe i lavdon atë kur janë të dobishme dhe janë të mira, por gjithsesi mbetet nevoja më e madhe e njeriu që ta mësojë njeriu si duhet i përdor ato. Përndryshe, zhvillim dhe përparim është edhe bomba atomike. Edhe është zhvillim, edhe është dosh punë e madhe, është dosh mençuri e madhe, apo edhe për ta është dosh mençuri. Ama në momentin kur njeriu është zhvillu, po e ka humb bazën, lidhjen e tij me bazën, me mësimet e fesë, ai din me hudh bombën atomike edhe me mbytë me domethënë me shkatru popull e me mbyt miliona njerëz. Edhe armë të cilat njerëzit sot i përdorin, ato janë zhvillim. Zhvillim i madh. Qose të kaluamën në zdash me bë luftën me katapulta, me zër, me hudh një guri që me i bë dam atij, sot me një sust, me një prekje bën dam të pariparueshëm në njerëz e në ndërtime kështu me radhë. Andaj sot më shumë se kurrë njerëzit kanë nevojë për fe. Njeriu me zhvillimin e tij e me përparimin e tij nuk ka arrit të pavarësohet nga Zoti. Përkundrazi, duhet të jetë shumë më i nënshtruar dhe duhet të ketë shumë më shumë nevojë që të pajiset me mësimet e fesë, që ta di se si ti përdor të gjitha këto të mira, që të kenë dobi e dami tyre të jetë më i vogël. Përndryshe, pra për ta rrumbullaksuar atë domon çështjen që ti e ngrite, Islami është për të gjitha kohët, të gjithë njerëzit dhe gjithmonë njeriu ka nevojë për mësimet e fesë, pavarësisht zhvillimeve që ka. Andaj edhe pse sot jetojmë në rrethana të caktuara, më ndryshe se sa të kaluarën, nevoja për fe mbetet po e njëjta, ndoshta edhe më shumë se sa të kaluarën. Hoqë për tek Zoti nuk dyshojmë, domethënë që ai e ka njoftë e din edhe do ta di të ardhmen, edhe si do të vijë edhe do të përshtatet gjithmonë inovacioneve teknologjike, qofshin ato se ato që do të vinë, ndoshta se na se kemi idenë sot, mirë po për të Muhamedi alayhis salam, a ka qenë atë shumë i mençur ai që të di ose të përshtaten përgjigjet e tij me kodë sot me kuaj ndoshta laps nuk ka pasur, ne sot kemi telefona ku ti e çon ndoshta botën me një klikim të vetëm. Realisht kjo është madhështia e të dërguarit. Madhështia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është pikërisht në këtë, sepse po flasim për njëri i cili ka qenë analfabet. E për tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të qenurit analfabet është ngritje për ta, është vlerësim për ta, sepse ka ardhur me gjëra të cilat edhe sot e kësaj dite i sfidon jo vetëm individin, po i sfidon edhe akademitë më të mëdha të shkencave, edhe universitetet më prestigjioze botërore në arritjet e tij e madje në paralajmërimet e tij, që tregon se pejgamberi nuk ka folur nga mendja e tij. Por kur po flasim për të gjitha ato që pejgamberi më ka thënë, nuk është produkt i mendjes së tij, sepse pejgamberi nuk e ka ditë të ardhmen. Madje ai sa herë ka deklaruar, madje nuk e ka ditë të fshehtën, sepse ka deklaruar Allahu xhallahu në Kur'an ato të cilën ai ka thonë لو علمت الغيب nëse unë kisha ditë të msheftën, lastakthartu min alkhair, nuk kisha më përdor për shtimin e të mirave, po nuk e ka ditë msheftën pejgamberi. Dhe çanërit që pejgamberi nuk e ka ditë msheftën, as nuk e ka ditë ardhmen, dhe paralajmërimi pejgamberit për këtë ato zhvillime të cilat ne sot i përjetojmë mas 1500 viteve, tregon për saktësinë e shpalljes së tij dhe vërtetësinë e pejgamberllëkut të tij. Andaj
paralajmërimi i shfaqjeve të ndryshme që pejgamberi sa mi ka paralajmëruar, paralajmërimi i zhvillimeve të ndryshme që pejgamberi sa mi ka paralajmëruar përmes Kuranit, përmes haditheve, nuk janë asgjë tjetër pos vërtetësi e shpalljes se ati i cili e ka ditë ardhmen, e ka ditë çka ndodh me neve, e ka ditë çka do të ndodh me neve, e din dhe e ka ditë ato që s'kan ndodh, nëse kish më ndodh, çush kish më ndodh. Andaj besimtari është në kulmin e begatisë, e përjetimeve të madhështisë së kësaj feje, për shkak se e din që po lundron dhe po ecë në një diçka e cila është e programuar, e detajzuar, e kristalizuar nga ai i cili nuk i mshefet asgjë, nga ai i cili është khabir, latifun khabir, i mirë informuar edhe për imtësit më të vogla që njerëzit do të ndodhen e kur të ndodhen se do të ndodhen ato. Andaj kur po flasim për paralajmërimet e fesë e të pejgamberit, asam po flasim për paralajmërimet të cilat Zoti xhaleshanu ja ka mësuar, ai pastaj i ka komunikuar, i ka përcjell tek njerëzit. Hoxh, sot inovacione teknologjike, zhvillimi i teknologjisë, feja thret ose Islami thret, Zoti thret në privatësi. Qoftë në raport me Zotin, do të thonë veprat që i bën ai, qoftë në raport me njerëzit, veprat të cilat vlerësohen ose kanë një tretman më të veçantë janë veprat të cilat bëhen në privatësi. Pra teknologjia sot cenon shumë këtë privatësi. Si të shërojmë këtë me Islam? Realisht Islami kur ka ardhur dhe e ka rregulluar njeriu. Islami ne duhet me ditë për ata shpeshherë në përgjigjet ose në dilemat që njerëzit i ngrisin, janë dilemat, po mendoj janë dilemat let të sfidueshme. Për shembull, Islami rrugt, po Kurani a ka përmend ndërtesa, po Kurani a ka përmend për shembull ç'është me rregullu ata, këta kështu me radhë. Jo, Kurani ka ardhur me rregullu ato që njeriu s'e rregullon. Ai është njeriu. Sfida më e madhe e njerëzimit është me rregullu njeriu. E Kurani, feja ka ardhur me rregullu njerin. Sepse kur të rregullon njerin, njeri e rregullon jetën e njerit. Por problemi është kur njeri e rregullon dynjan, po e prish jetën e njerit. Ato që ne fatkeqësisht e shohim shpesh. Po, sot zhvillimet që janë bë. Ne nuk i mohojmë. Ne i pranojmë, ne i lavdërojmë, apo sepse kanë lecu jetën e njeriut, kanë bë përparime, gjithçka në rregull është, ama ne i kundërshtojmë në momentin kur kjo shkon në llogaritë e prishjes së njeriut, pra zhveshjes së njeriut nga humania, zhveshjes së njeriut nga njerëzorja, dhe kthimin e njeriut në një robot ose në një shërptor të njeriut, kushdo qoftë ai. Andaj Islami ka ardhur me e liru njeriun nga robëria e çdo kujt tjetër dhe më ia dhon lirinë më të madhe qenurit rob i Zotit. Kur po flasim tash në këtë rast, Islami ka ardhur dhe rregullu njeriun. E ka rregullu njeriun në brendësinë e tij, pra në mendimet e tij, në shpirtin e tij, në zemrën e tij, duke pastruar atë nga shirku, nga mendimallësia, nga vetpëlqimi, nga egoja e kështu me radhë. E pastaj e ka rregulluar edhe të jashtmen e tij në raport me të tjerët. E kur flasim pastaj për njeriu, flasim për një njeri i cili është me disa raporte speciale, me një tretman të veçantë të krijuesi, tek i cili do të jep përgjegjësi. Andaj të krijuesi, Allahu xhaleshanu e ka lënë një vend të veçantë adhurimeve dhe brendësisë së njeriut në raport me Zotin. Andaj vlerëson shumë punë të cilat janë të sinqerta, vetëm për Zotin. Punë të cilat janë të mshefta, vetëm për Zotin. Punë të cilat njeriu nuk ka qef me i pa njerëzit për shkak se don me fitu shpërblim të madh të Zotit kështu me radhë. Por edhe tek disa veprime të ndaluara, edhe disa lëshime, edhe disa gabime, edhe disa gaflete, Zoti xhaleshanu ka bë mekanizëm të veçantë për ruajtjen e tyre nga njeriu, sepse në momentin kur njeriu është prish, apo dhe është zhvesh nga njerëzorja, do t'i përdor këto mangësi për ta nënçmuar dhe për ta poshtruar njeriu. Për ta ngrit veten e vet. Për ta ngrit veten e tij. Andaj e kalon edhe një vend të veçantë
të po themi një hapësirë të veçantë të gabimeve ku njeriu duhet të imshef ato ose njeriu duhet të imshef të tjerët duhet të i kursej nga shfaqja e tyre. Nga shfaqja e tij. Edhe krejt këtë farë procesi, ne nëse mund ta emërtojmë me privatësi, ku njeriu ka jetë ti private. Dhe Islami ja ka garantuar atë, ku të tjerët nuk kanë të drejtë ta cënojnë atë. Nuk kanë të drejtë ta prekin atë. Nuk kanë të drejtë ta shkelin atë. Nuk kanë të drejtë ta në përkembin atë. Nga se ajo është mes robit edhe Zotit. Ai është krijuesi, ai ka drejt me të gjyku për ta. Njeriu është i njëjtë me njeriu, s'ka drejt gjykimi. Këtë Allahu xhaleshanu e ka bërë duke ditë dobësinë e njeriu, i cili është i dobët. Kjo nuk është thirrje dhe amnesti për të bërë veprime të ndaluara në fshehtësi, jo, po kjo është për të fituar një dashuri speciale për Zotin dhe një mundësi shtesë për pendim, kthem edhe përmesim tek Allahu subhanahu wa taala. Hoxh këtë privatësi. Shohim sot se shumë e cënon, domethënë, sidomos rrjetet sociale që na shohim për çdo ditë fotografi ose video ose fjalime ose domethënë ato çka njerëzit i shfaqin përmes këtyre platformave të ndryshme. Domethënë, sot ka ardhur koha ku ti mundesh edhe me shfaq shumë, mirë po mundesh edhe me kuptu shumë. A llogaritet edhe kjo privatësi, pra ose cënimi i privatësisë? Jo, ne fillimisht para se të flasim për ato që njeriu mendoj, para se të flasim për ato që njeriu e ekspozon vetveten e tij. Ne më të fol për mendoj se është e nevojshme. Domethënë se të flasim për ato çështje të cilat njeriu i ka në privatësinë e tij dhe nuk ka dëshirë që dikush t'i di. Kjo është shkalla e parë. Apo? E pastaj vjen shkalla e dytë ku njeriu me vetë dëshirë ekspozon, nxjerr, bën çka do në kështu me radhë. Ne kemi problemin te kjo e para. Te cenimi i privatësisë pa dashjen e tij. Apo? Nëse pajtohemi këtë, mendoj se kjo është çështja kryesore. E nëse flasim për këtë si problematikë të madhe, pra tentimin e njerëzve që çdo kujt të hyj brenda jetës tij, të nxjerrë gjithçka nga vetja e tij, ta ekspozoj atë pa lejen e tij, pa dëshirën e tij dhe pa dashjen e tij. Andaj për këtë ne kemi trajtim të veçantë. Për këtë, sepse në tjetrën ne duhet të këshillojmë ata që i nxjerrin me vetë dëshirë. Me ata kemi problemin. Ai është problem tjetër. Në këtë rast kemi një problem tjetër, e problemi i cenushmërisë së kësaj privatësie nga ata të cilët kanë ndoshta nga natyra, ndoshta nga qëllimet, ndoshta nga misioni, ndoshta nga arsyet e caktuara. Sot ndoshta cilësohet zgjuarsi ose mençuri nëse ti arrin me kuptu për dikon tjetër. Kanë nxjerrësh dikuj fshetësit. Pikërisht, ande për këtë kemi problemin. Ne sot kemi problemin ku njerëzit bojnë garë që të hulumtojnë të metat e tjetrit. Bojnë garë që ta kuptojnë fshetësinë e tjetrit. Bojnë garë që ta nxjerrin privatësinë e tjetrit. Madje edhe nëse është privatësi e zakonshme, ku kërkush prej neve nuk pushton prej saj. Andaj Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhalla shanu në Kur'an na jep një shembull, edhe mendoj se është formulë e trajtimit të kësaj të cilën po flasim. Allahu xhalla shanu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besu, "la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum", o ju që keni besu, mos hyni në shtëpitë të cilat nuk janë shtëpitë juaja. Mos hyni në shtëpitë të dikujt tjetër, pos shtëpisë tënde, pa hatta tastanisu, derisa të merrni leje. Derisa të merrni leje. Dhe të japni selam pasaj. Të japni selam, pse të japni selam? Që të tregoni se nuk keni shku për qëllim të keq. Kur të thosh selamu aleikum, çai bjen apën? Paqja, bekimi, shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty. Pra mos pret pe me sherr. S'kam hyrë në të ti, as me të përcjell, as me të shpionu, as me pa mangësit tua, as me t'i pa të meta tua që unë me nxjerr ato. Pra po kam ardhur
domthonë dhe prej meje je i sigurt. Për atë arsye edhe për kuptimin të mëdha të selamit është edhe kjo. Hatta tusallimu ala ahliha. Në derisa të japni selam atyre të cilët janë brendsinë e tyne. Kjo është më hajër thot Allahu xhalla shanu për juve. Por që kjo duhet jetë çësia jon. E që kjo formul duhet të jetë me të gjithë njerëzit. Mos e shif filanin në jetën e tij private, në brendsinë e tij, në familjen e tij, në zyrën e tij, në punën e tij, kudo që ai është. Mos hyn pa lejen e tij. Mos hyn pa lejen e tij. Dhe në momentin që ai të jep leje, pra të çasjes tone tek ai, jepi selam as pari. Tregoj se qëllimi yt është paqësor. Nuk ki prapavi, nuk ki qëllim, nuk ki synim të caktuar çfarë do qoftë ai. Ky rregull i madh kuranor është nevoja jon emergjente e funksionalizimit të saj në shoqëni. Kemë nevojë vllaptan. Sot njerëzit hynë në shtëpi. Pra nuk hynë fizikisht, ama të hynë përmes telefonit. Sot hynë në shtëpi përmes rrjeteve sociale. Sot hynë në shtëpi, domo kudo që njeriu gjendet apo të hynë pa leje, të hynë pa asnjë kërkim falje, të hynë madje me qëllim të caktuar. Domo me qëllim të caktuar të shulumtimit, të gjurmimit të çfarë do të jetë. Andaj le të mbetet formul e rujtjes së privatësisë dhe kujdesit ton për privatësinë e tjetrit, ky ajet kuranor. Mos hyn në shtëpinë e tjetrit, në jetën e tjetrit, në privatësinë e tjetrit, përveç se me lejen e tij dhe duke e pas në jetën e pastër, e që është paqja, e që është domethënë siguria që t'i ofron atij. Do të shohim edhe pjesën tjetër, cilat janë kufit ose çka quhet privatësi, mirë po në pjesën e dytë të emisionit, sepse po shkojmë në pauzë të shkurtër. Të nderuar shikues, qëndroni me ne për të parë pjesën e dytë të emisionit, se cilat janë kufit e privatësisë dhe çka duhet të jetë privatësi për muslimanin. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit me Hoxhën Rem Musliu në trajtimin e temës cenimi i privatësisë. Hoxh e përmend, domethënë privatësinë dhe the që nuk bën ose nuk lejohet të hyj diku në shtëpi. Do të kuptojmë këtë bukfalisht që nuk bën të hyjmë në shtëpi apo në gjithçka që është dikujt tjetër është privatësia e tij. Pra nuk duhet të cënohet kjo privatësi. Padyshim se në ajetin kuranor ka Allahu subhanahu wa taala na flet që të mos futemi në shtëpitë e huaja pa lejen e tyre dhe pa i tregu përmes selamit se ne nuk kemi qëllim dashakeq dhe ata duhet të ndihen të sigurt nga ne. Ky formulim dhe ky ajet kuranor pastaj përfshin dhe nuk është bukfal vetëm për këtë çështje, por përfshin çdo hyrje në privatësinë e dikujt, në jetën e dikujt, në ata që llogaritet shtëpi e dikujt, sepse shtëpia e dikujt llogariten çështjet e tij personale. Shtëpia e dikujt llogaritet zyra kur ai punon. Shtëpia e dikujt llogaritet vend punimi e kështu me radhë. Çdo hyrje diku tjetër, pa lejen e tij dhe pa tregu qëllimin, domthonë jo çdo herë ne kemi nevojë që të themi që ja marr paçësisht kështu me radhë, por ne në vetveten tonë ta dim qëllimin që s'kemi hyrë me asnjë qëllim të keq, por ai duhet të ndihet i sigurt nga ajo që ne mund të shohim, mund të vrejmë, mund të prekim aty e kështu me radhë. Kjo është e përgjithshme për çdo gjë që tek njerëzit është privatësi. Dhe llogaritet e tyre personale, të cilën ata nuk kanë dëshirë ta shfaqin e nuk kanë dëshirë që ta ekspozojnë të tjerët, nga se llogaritet avret i tyre ose çështje personale e tyre, të cilën ata me ta punojnë, veprojnë dhe gjykojnë nesër para Allahut subhanahu wa taala.
Njeriu hoxh në natyrshmërinë e tij e ka që tenton të mbrojë ose të mbuloj domthonë privatësinë e tij. Edhe në moment që të cënohet privatësia, pastaj ti normal që e mbron edhe tjetri, ndoshta reagimi i tjetrit mund të më qenë i revoltuar ose i hatërmbetur pse ti po harron privatësinë tënde. Si duhet veprojmë me këta njerëz? Jo, realisht në ajetin vazhdim, Allahu subhanahu wa taala kur flet për që të mos hyni në shtëpi të huaja pa kërku leje dhe pa pa dhënë selam, më njëherë pas saj Allahu subhanahu wa taala na thot në Kur'an, domthonë se nëse nuk e gjendi askënd brenda shtëpisë, nëse nuk gjendi askënd brenda shtëpisë ku ju doni të hyni, domethënë nuk e gjeni përgjegjësit e shtëpisë, nuk gjeni ata të cilët janë përgjegjës, por nëse është e zbrast ku ju mund të llogariteni që nuk dini çka keni bë brenda, apo thot Allahu subhanahu wa taala fala tadkhuluha, nëse zoni kërkan aty mos hyni. Mos hyni ju. Thot hatta yu'dhanu lakum, derisa t'ju japet leje juve, derisa të vi dikush edhe t'ju leje për ta. Fa in qila lakum farji'u irji'u farji'u. Thot dhe nëse ju thuhet juve kthehuni. Shkon të shtëpia, troket, njeriu mund të jetë në gjendje ku nuk është i gatshëm me prit dikan. Nuk është i gatshëm me prit mysafir. Është në gjendjen e caktuar ku ai nuk do me pa ti se si është ai brenda. Thjesht jetë personale, jetë individuale, jetë brenda mureve të shtëpisë. Ai nuk do me pa ti çka ka ai brenda shtëpisë. Nuk është i gatshëm. Nuk është i gatshëm. Në gjendjen e caktuar, më emocionale, familjare, ku po dione çështje ndryshme, çështje të zakonshme njerëzve. Thonë, në qila lakum irji'u farji'u. Nëse ju thuhet kthehuni. Zbot kiameti, zbot nomi, ktheu. Domethënë, ne shiqon nëse ne do të paeshim me këtë moral. Ku kërkon leje, nuk futen nëse është ashtu, nëse thuhet kthehu, i bie që gjithmonë në jetën e njerëzve mos tento, mos këmbgul me gjurmu dhe me nxjerr nga privatësitë e njerëzve ato që njëri nuk do me ta dhon. Thot ktheu. Tregom çao bon, s'don me tregu. Apo, është çështje e tij personale, është mohabeti i tij personal. Është çështje e cila mund të është e zakonshme e atij individi me dikant tjetër, po jo me ty. A janë edhe mohabetet privatësi, hoxh? Po sigurisht. Sigurisht mohabetet janë privatësi. Andaj, sot unë do të them një fakt. I cili fatkeqësisht është ndodh shumë, e cili mendoj se është si rezultat i hapjes së kufeve të mase, madje pa asnjë kriter në gjurmimin edhe në çasjen e njerëzve në privatësitë e tjerëve. Sot, madje as me shokun më të ngushtë, njëri nuk ka mundësi me bën një llaf, një mohabet, një bisedë, një problematik, një çështje të caktuar, pa i thonë në fund, hej vëlla jam, që të mohabet mos e ka kërkuj. Apo? Pse? Do më thonë se na çaq shumë kemi arrit që çdo gjë që e flasim, çdo gjë që e bëjmë, çdo gjë që e nim, çdo gjë që na thot dikush, ne e bartim atë pa asnjë kriter, pa asnjë kufizim, duke cenu privatësi, duke rënu familje, duke prish njerëz, duke bë dëme të mëdha. Çështje të cilat njerëzit i kanë për veten e tyre. Apo, andaj nëse shoqënia jon, pra 2 vet, 3 vet, shok mes veti, njerëz të rrim, na duhet që në fund të bisedës, më ja rikujtoni onë me thënë, me thotë çetar ujo apo mos maqet, mendoj se është e nivelit të ulët, edhe është në krizë të madhe. Ka se ne duhet ta dim se cilat janë ato mohabete të cilat duhet barten, e cilat janë ato mohabete të cilat duhet barten. Tregon një çështje personale tonën, familjare, problematike, ku njerëzit kanë nevojë të shprehen, kanë nevojë të bisedojnë, kanë nevojë të trajtojnë kështu me radhë, tregon për shkak se don me marrë një përgjigje, don me marrë një zgjidhje, don me marrë diçka, ande pa dalë prej aty, ande pa dalë apo, ande pa shku ndoshta tek shtëpia apo ti e ndëgjon se është përhap sekreti, çështja familjare, çështja kolegjiale, çështja private kështu me radhë.
Andaj, pejgamberi sa na ka mësuar që edhe në edukatën e kërkimit të lejes në shtëpi padje. Shqo diku e ka ngrit Islami, çështën e privatësisë, e krejt kjo ka një synim. Ajo është që njerëzit të jetojnë jetën sa ma qetë, sa ma mirë, sa ma pastër, sa ma lirshëm, pa ngarkesa. Edhe nga edukatat e tërkitjes në derën e dikujt, është që kur tërkitësh në derë, të tërkasësh një herë, të largohesh, madje të mos rrish përballë derës, por të largohesh në një cep, në një anë të derës, që në momentin ku hapet dera, mund të jetë dikush brenda në familje që ti s'ban me pa. Në gjendjen e caktuar që ai mundet me kanë. Qoftë se kjo është edukat, që na mëson pejgamberi. Çfarë mund të them atyre të cilët u futën njerëzve brenda familjeve të tyre përmes telefonave, duke e shkel nderin e tjerëve, duke cenu integritetin familjar tjerëve, qoftë me vetdije, qoftë pa vetdije, qoftë me mashtrim, qoftë pa mashtrim, qoftë me vetdëshirë, qoftë pa vetdëshirë, çfarë do forme qoftë, ku ndoshta njerëzit futen brenda familjes, duke i pa komplet çka kanë njerëzit brenda familjes, për shkak të mashtrimeve që mund të ndodhin, për shkak të tradhtive që mund të ndodhin, për shkak të prishjes së besnikërisë që mund të ndodhë brenda familjes. Që se pejgamberi sa më ka thonë apëton, na ka mësuar që nder kur trokasim, të mos rrim sa mund të jetë sekonda, apo kur të hapet dera që të mos shohim çfarë ka brenda, nga se mund të jetë gjendje ku të s'ban me pa. Vallahi apo mendoj se çështja e ngritjes së këtij alarmi tek ajo që jemi duke bisedu, tek qasja e pakufishme e njerëzve brenda mureve të familjes, brenda familjeve të tjerëve, mendoj se është çështje shumë delikate, dhe çështje shumë e rëndësishme, dhe çështje shumë e rrezikshme, e cila duhet trajtim shumë serioz, edhe duhet ngritje alarmit të rrezikut dhe të pasojave të saj. Ai përshtatet hoxh kjo shumë asaj hedhje sy në telefonat e tjerëve, ku zakonisht të na është e përditshme. E nxjerr ti pavarësisht ai të fol me gru, a me nan, a me çika, me kënda që të fol ti, tjetri i cili do të është afër teje, nuk priton, domethënë me kthy kryt ka te dhe me pa komplet bisedën, e pastaj tani me analizuar, me ndrejs, me rregullu çu çdo ai. Jo, realisht momenti që ban telefonin tavolinë, ma përpara shohin komplet ata tavolinës, apo thon kush është duke e zgjat apo thon qafën me pa kush po thirr se sa vet pronari i telefonit. E mos po flasim domthon edhe në brenda domthon bisedave, shkrimeve, ndëgjimeve, çfarë do të jetë. Padyshim se brenda asaj futen, apo thon, ku njeriu ka biseda të caktuara me njerëz të caktuar, me shok, ato janë çështje individuale, personale, ku njëri bisedon me të tjerët. Nuk don me pa tjetri. Pse duhet me pa? Nuk don me pa tjetri. Pse duhet me synu? Pse duhet me tentu? Pse duhet me përcjell? Për ata Allah subhanahu wa taala ka thot: "Fala tajassasu." Mos e përcjellni njëri tjetrit, apo. A ka përgjegjësi për këtë që kem hoxh? Po sigurisht. Ka përgjegjësi të madhe. Nga se në qoftë se ai e ndërton një mendim të caktuar, mbas një fjalë të caktuar, mbas një pamje të caktuar, e cila mund të jetë komplet jashtë realitetit, ai kalon përveç shikimit të ndaluar, kalon edhe në paragjykim, kalon pastaj edhe në mendim të keq, mendim i keq, i cili është dëm i madh, nga se zakonisht ata të cilët përcjellin, ata të cilët synojnë me marr privatësinë e tjetrit, ata shpesh herë ndodh, apo mos themin shumicën e rasteve, ata nuk e kapin situatën që duhet. Ata kapin pjesë, ata kapin detaje, të cilat sigurisht se mund të jenë e kundërta asaj që njeriu ndërton pastaj mendimin e tij. Andaj Allah xhallahu xhallahu çka thot? Fala tajassasu. Në fillim thot, mos mendoni keq për njëri tjetrin. Mendimi i keq. Inna ba'da dhanni ithm, mendimet e këqija janë gjuna. Nga se mendimi i keq çka çon të dyta, të gjesës, të përcjellja, me pa, me hulumtu. Pa ta ka ardhur një paralajmërim i madh
edhe mendoj se është paralajmërim i cilin fort njëri duhet me marr seriozisht. Fala tattabi awrat an-nas. Mos i përcjell, domethënë avretet, gjanat personale. Ato privatësinë e njerëzve. Ai i cili i ndjek privatësinë e njerëzve për me u zbulu gjunahet, tatabba Allahu awrate. Allahu ka më ja përcjell gjunahet e tij. E ati që Allahu ja përcjell gjunahet, ka me e zbulu, në nënçmum, edhe të poshtnum, edhe në qoftë se mas një kohët gjatë. Ndalu, opten. Andaj, mendimi keq, qënë të përcjellja, ndjekja, i tha, i kështon, kësh hy, kësh ban, a njeve, se njeve, ke, dul, hyni, këto fatkeqësisht, janë të panumërta të ne, janë të panumërta. E pastaj, shkalla 2, shkalla 3, këtu e në surën Huxhurat, surë e cila është një lloj rregullimi i komunikacionit shoqëror se ç'është duhet me vepru. E pastaj masoj ka thonë fala yaqta ba'dukum ba'da, mos e përgojani njëri tjetrin. Mendimi i keq tek përcjellja tek gibeti. E gibetin pastaj dim se me çka ka krahasu Allahu xhallahu shanu me ngrënien e mishit të njeriu të vdekur. Andaj njeriu për shkak se nuk ka njëri pa gabime. Në kur po flasim për privatësinë, po flasim edhe për gjëra të cilat janë halal, të lejuara, që njeriu don me pas çase dikush, po nuk don me pas dikush tjetër, në një anë, po flasim edhe për disa gjunahe, disa lëshime, disa gabime që njeriu ban. Ban njeriu apo të gabime, lëshime kështu me radhë. Andaj le njeriu mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala, nga se një gjuna i caktuar që njeriu e ban, pa e shfaq ata, pa i bërë reklam atij, pa u vetknaq me ta, pa u mburr me ta, nesër mas nesër mundet më mbyll me pendim, e mu kthy te Allahu subhanahu wa taala. E Allahu më ja kthy ato gjënohen se vape, ama nëse se janë nxirrim, nëse ja shfaqim, nëse nënçmojmë, nëse poshtnojmë për ta, ku mbetet pastaj pasojë e saj? Ku mbetet pasojë e saj? Andaj, le të mbetet jeta e tjetrit e shaj, çu ka thonë pejgamberi sa in amwalakum wa dima'akum wa aradakum, pasunia juv, nderi juv, gjaku ju është i shajt nderi tjetrit. Andë njerëz ban me cenu ata. E duhet me rujt privatësinë e tij me lënë mes tij edhe Allahu subhanahu wa taala. Hoxh, a do të kemi privatësi edhe me familjarët tonë, ose brenda familjes, fëmijë, shok, ose shoqe, dhe më thonë, bab, djal, a ka kësi lloj privatësie? Dëgjoj, është një lloj kufeve edhe këto. Është një lloj kufeve. Edhe prind fëmijë, edhe fëmijë prind, edhe madje edhe gru burr. Ka mohabete që burri i ban me shokët e tij, që nuk është patjetër me ditë gruaja. Ashtu që ka gruaja mohabete me shoqet veta, cilat është marrë me burrin me ditë, kupton? I marrën në atë aspektin, po çai duan ato. Janë tjetër nivel, janë tjera mohabete, janë tjetër, kupton? Andaj në këtë rast njeriu duhet me pas kujdes edhe brenda familjes. Edhe brenda familjes duhet ta ketë një lloj kufe të njohjes së privatësisë. Edhe prindi mund të jetë një gjeneratë tjetër, fëmia është një gjeneratë tjetër, mohabetet që cilat i bëjnë fëmia me shokët e tij, nuk janë mohabetet që cilat i bën prindi mes veti e kështu me radhë. Do të thonë gjenerata e prindve kështu me radhë. Andaj po flasim për mi besim, po flasim për një jetë të kënaqshme, po flasim për një jetë mirë që Islami ka garantuar. Islami kur ka garantuar jetë mirë, ka garantuar ato të cilën e tham fillim, ai e ka ndërtuar njeriu, apo e ka bën njeriu në devotshëm, e ka bën njeriu besimtar, e ka bën njeriu në kujdesshëm. Andaj nuk është patjetër me ditë çdo detaj, çdo mohabet, çdo imtësi, sepse edhe nuk të krym punë, edhe ti mund të jesh në një mentalitet tjetër i cili mund pastaj të krijoj një lloj gjykimi të caktuar ndaj tij. Të le njerëz mohabetet që ata i bojnë, kupton, ti ki mohabete të tjera, ti ki çështje të tjera, ti ki nivel tjetër kështu me radhë. Po ç'mund të pat pyet se zakonisht neve që ajo pak shumë na intereson se a s'bën mja kontrollu telefonin gruaja burrit e burri gruas? Vallai dëgjojmë vllai. Nëse se vjen puna, në krizën e mirëbesimit mes gruas dhe burrit, deri te kontrollimi i telefonit.
Unë të betohem në Allahun subhanahu wa taala, se ata të cilët mrin këtu, ata kanë me mri edhe me mshef ato të cilat ata i kanë. A kupton? Le të kuptohet kjo punë. Nëse mrim kriza që me e kontrollu telefonin, se mos përshoj diçka ose mos përgjoj diçka, kupton? Unë jam i bindur që ata të cilët janë në këtë gjendje, edhe këto të thamë përvoja të ndryshme të transmetimeve të ndryshme që njerëzit na kanë thonë, ku njënin pa thonë, kupton? Ja kam ndru kodin ato telefonit, i kam pas një 20 koda. Çdo ditë që çka kanë kod. Apo thon, megjithatë ma ka hap, domthon ma ka qel gruaja. S'është punë kodi. Domthon, nëse vjen puna deri këtu, unë mendoj se është problem i madh. Është krizë e madhe. E cila nuk duhet me ardhur deri këtu. Nëse nuk duhet me ardhur deri këtu, unë mendoj që pastaj nuk ka nevojë, është e panevojshme. Burri ka mohabete të caktuara me burr, a ka mohabete të punës, a ka mohabete të problemeve të ndryshme, a ka mohabete të tregtisë, a ka mohabete të çështjeve të dunjas, kështu me radhë, cilat ju patjetër do të më ditë gruaja. Ju patjetër, sepse po i diti ato janë vetëm ngarkesë për ta. Ngarkesën për ta. Po edhe kundërta. Gruaja ka mohabete me gratë cilat çka i duan burrit. Janë mohabet grashë vllaptën. Mohabet shoqësh, mohabet cilat nuk i duan burrit. Atë krejt çështja kthehet tek ajo që përmend në fillim. A është ndërtuar si njeri, që është ndërtuar si njeri, si besimtar, si njeri i cili beson Zotit, e ka frikë Zotit, në rregull është. Përndryshe, son të harron kush kanë. Mos mendoj që gjithmonë kujdesi duhet të jetë. Kujdesi duhet të jetë, burri në shtëpi duhet me pa tridimensional. Gruaja të jetë e vetëdijshme në çdo ndryshim edhe çdo situatë që ndodh. Apo kupton? Ama po flasim për kësi kategori e olt, kësi mos flasim më në këto degenerimin që mani fotografi ku je, që mani fotografi se s'po di ku je, që mani fotografi. Mendoj se kjo është një krizë e madhe, që don ndoshta trajtime të tjera. Po e mesin në mes të privatësisë dhe transparencës ku duhet të jetë, se tash na po flasim për privatësi, po normal duhet me pasur një transparencë. Padyshim se kur njeriu është i pastër, ku njeriu është i qiltër, ku njeriu është vepron sipas atij rregulle që ne përmendëm, që e ka ndreq feja njeriu, edhe ka përmirësu, atij edhe më hap telefonin të zbat nami. Edhe më kap telefonin se s'ka çka më pas në ta. Kupton? Nuk ka çka më pas në ta. Apo problemi është kur vjen në krizë kjo punë. Në transparencë është që njeri me tregu, me bë mohabet, me u shfaq. Transparencë është mos me e nxit debatin apo dhe mos me pru punën që gjithçka mu dyshu. Po më ka transparent. Kesh aty, fola me ata, po bisedoj me ata, apo tën. Pra mos me nxit ti dyshimin. Po më kanë ai cili i je. Andaj njeriu më shumë të që i duhet jetë është vërtetësia. Në momentin që është njeriu në vërtetësinë e tij, padyshim se kurrë nuk i ban dam atij. As nuk ka nevojë më tut, as nuk ka nevojë më shef, as nuk ka nevojë kur gjallë. Andaj njeriu vepron, ban mohabet, shlirohet, çka do të jetë, ama në anën tjetër e ka një kufi ku secili duhet ta ruaj privatësinë e tij. Allahu shpëlbeft hoxh. Amin inshallah juve. Lutem Allahun xhaleshanu që tema e privatësisë e cila nuk ka synim që njeriu të mshef të metat e tij edhe të veproj fshehur azi, por ka synim që njeriu të garantoj integritetin e tjetrit dhe ta kuptoj se kufit e tjetrit janë të shenjtë dhe nuk guxojnë të cënohen në asnjë mënyrë, kjo e garanton njeriu jetën e qetë, jetën e lumtur, jetën e mirë, po njëkohësisht i garanton atij një raport special me Zotin, një dashni të madhe për Zotin, e njëkohësisht edhe një mundësi të madhe të përmirësimit të tij pa pas pasoja të mëdha. Shpresojmë të kuptojmë të tillë. Amin ya Rabbi. Allah shpëlbeft. Shikues të dashur, ka skishëm edhe për këtë epizod, qëndrani runi privatësinë e tjetrit në mënyrë që të jetoni të pastër dhe të qetë. Dhe në takime tjera mbetshit në mëshirën e Zotit.